Faturat e padrejta që nuk janë shlyer do të fshihen nga sistemi. Kjo është bëreditur nga kreu i OSHE-s Ardian Çela. Sipas Çelës, janë 54.000 fatura abuzive gjatë periudhës tetor 2008-prill 2011 dhe për të cilin është paraqitur ankesë. Bëhet fjalë për respektimin e një vendimi të enjtë rregullator të energjisë elektrike, vendimit numër 90 të tetorit 2010. E theksoj, tetor 2010, por që nuk u zbatua kurrë deri në ditën e sotme, ku operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka marrë zotimin të dëshmojë se kur bëhet fjalë për të drejtat e konsumatorëve, ne jemi gjithmonë në krah të tyre. Janë afro 54.000 raste faturimesh me emërtimin dëm ekonomik dhe energjie pamatur të faturuara në mënyrë abuzive, të shtrira në kohë nga tetori vitit 2008 deri në prill të 2011, me një vlerë rreth 4.1 miliard lekë. Ndonse ky vendim për të vënë drejtësi për të gjithë konsumatorët është marrë 5 vjet më parë, kreu i OSHE-s bën të ditur se deri më sot nuk ishte ndërmarrë asnjë hap për të dhënë abonentëve të drejtën që u takon me ligj. Ndonse vendimi për të vënë drejtësi për të gjithë ta konsumatorë është marrë para 5 vjetësh, deri në ditën e sotme nuk është marrë asnjë hap për të dhënë abonentëve të drejtën që i takon me ligj. Është vendosje drejtësisë në vend. Gjithashtu ai bëri thirrje të gjithë konsumatorëve që të lidhin marrëveshje me OSHE-n për të paguar me këste ose të përfitojnë ulje me 80% të kamatës deri më 28 shkurt.